Sot jemi këtu me një kërkesë shumë të qartë. Institucionet e Republikës së Kosovës duhet të funksionojnë. Qytetarët kanë votu, deputetët e kanë marrë mandatin e tyre, tani është koha e përgjegjësisë politike. Kosova nuk duhet të mbetet më në pritje. Çdo ditë e humbur në këtë ngërç është një ditë më pak për zgjidhjen e problemeve reale të qytetarëve, për ekonominë, për arsimin, shëndetësinë, bizneset dhe të ardhmen e të rinjëve tanë. Ne sot kemi ardhur nga Vushtrria, nga një komunë me qytetarë punëtor, me biznese, me trinë dhe me potencial të jashtëzakonshëm. Por që nuk po e merr vëmendjen e duhur nga qeveria as mbështetjen prej saj. Vushtrria ka nevojë për investime, për projekte zhvillimore dhe për një qeveri që i trajton komunat dhe qytetarët me përgjegjësi. Qytetarët e Vushtrisë nuk duhen të ndihen të lënë anash. Edhe pikërisht për këtë na duhen institucione që punojnë, na duhet një kuvend funksional, ku këto çështje ngrihen, diskutohen dhe kërkohet llogaridhënie. Prandaj, kërkesa është e thjeshtë. Procesi duhet të kthehet në kuvend, seanca duhet të vazhdojë, institucionet duhet të konstituohen. Në një situatë të tillë, ku institucionet nuk funksionojnë, të vetmi që humbasin janë qytetarët. Qeveria dhe kuvendi i përkasin Republikës së Kosovës dhe qytetarëve të saj. Është koha që institucionet të kthehen në punë. Faleminderit. Dhe sot me Partinë Demokratike të Kosovës për 6 ditë radhazi jemi këtu për t'i kërkuar deputetit Albin Kurtit një herët, kryetari televizjes Vetëvendosje, që të reflektoj, të kthehet në kuvendin e Republikës së Kosovës, të konstituoj institucionet e vendit për çka ka marrë mandatin dhe besimin e qytetarëve të Republikës së Kosovës, mos ta keq përdor këtë besim. Albin Kurti ka kapur qeverinë, presidencën, kuvendin, e mbi gjitha e ka kap edhe grupin parlamentar televizjes së Vetëvendosjes, deputetët e saj, të cilët nuk kanë guxim për të ardhur në sallën e kuvendit për të bërë konstituimin e institucioneve. Jemi atë sot për 6 ditë radhazi dhe nuk do të ndalemi deri në arritjen ose realizimin e kërkesës sonë për kërkuar një gjë vetme, kthimin e kushtetueshmërisë Kosovë, ligjshmërisë dhe legitimitetit të shtetit. Kosova ka nevojë sot më shumë se kur që të ketë institucione funksionale, institucione kredibile, njerëz të përgjegjshëm që i drejtojnë ato. Prandaj Partia Demokratike vazhdon të qëndrojë me bindjet e saj që sot e çdo ditë do të jetë këtu deri në konstituimin e organeve drejtuese të shtetit. Hapi parë që duhet bëhet pas betimit të deputetëve është konstituimi i kuvendit, pastaj vijnë procedura tjera për funksionalizimin e shtetit. Sot vjen mirë dhe i falenderoj shumë edhe deputetët e Aleancës për Armërinë e Kosovës, të cilët janë me neve këtu dhe ftoj lëvizjen Vetëvendosje, të reflektoj kryetarin e lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti, të jetë në kuvend aty ku e ka vendin, të konstituojë institucionet, ta kthej ligjshmërinë dhe kushtetueshmërinë në vend dhe të vazhdojmë përpara me trajtimin e çështjeve edhe problemeve të shumta që i ka qytetari i Republikës Kosovës dhe Kosova në përgjithësi. Ajo krejt çka po kërkojmë të respektohet Kushtetuta e Republikës së Kosovës, të respektohet vendimi i gjykatës kushtetuese i cili e ka qartësuar periudhën kohore se cilat do të jenë ato periudha që duhet të konstituohet kuvendi edhe me pas zgjedhja e presidentit. Kto pikërisht janë arsyet, ne kemi kërkuar që të respektohet. Askush nuk është mbi ligjin, e mbi ligjin nuk është as Albin Kurti, i cili po mendon që është një farë shefi që mundet me bë dhe me interpretu ligjin dhe kushtetuesen ashtu siç dëshiron vetë. Kjo nuk do të ecë, ne nuk do të ndalemi si organizuar deri në konstituimin e plot edhe të kuvendit, po edhe të qeverisë. Ka obligim qytetar dhe duhet sa më shpejt të mbledhet në sallën e kuvendit, ta konstituojë në plotëni kuvendin, po edhe zgjedhjen e qeverisë. Nuk ka më kthim prapa, nëse Albin Kurti vazhdo me këtë avaz, edhe ne do të vazhdojmë me protestat të cilat do të jenë edhe masive. Faleminderit.